Elhamdulillahi thumma elhamdulillah. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Ate falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe na udhëzoi në këtë fe të pastër të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Të gjitha salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës sonë ma të mirit e ma të shtrenjtë të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, që u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Pastaj me varësinë Allahut azza wa jalla them: të dashtun dhe të shtrenjtë, motra dhe vëllezër besimtar. Ka një dua e cila regjistrohet në libra të ndryshëm të trashëgimisë tonë islame, dhe të cilën lexojmë: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Një dua nëpërmjet të cilës njeriu besimtari i kërkon Allahut azza wa jall me ja begatu muajin e shenjtë të Rexhepit në të cilin ne ndodhemi, edhe muajin Sha'ban që pason, dhe i lutet Allahut azza wa jall me emrit muajin e mallnueshëm të Ramazanit. Pra Allahumma na e begato Rexhepin edhe Sha'banin, edhe na bën me emrit muajin e begat të Ramazanit. Allahu azza wa jall gjithë secilin prej nesh e ka pa me mirësinë e madhe dhe me bekimet e papërshkrueshme të mëshirës së Tij. Dhe jemi të gjithë besimtar, walillahil hamd. Dhe të gjithë duhet me falendëruar Allahun azza wa jall që jemi prej besimtarëve. Pra vetëm me unal një ditë dhe me ja kushtu meditimit në faktin që jemi besimtar. Dhe me e falenderu Allahun azza wa jall vetëm për këtë mirësi të madhe, kishte me kënë diçka shumë me vlerë. Pse? Se vetë Allahu azza wa jall na tërheq vëmendjen në Kur'anin famulart, edhe thot: "Walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Allahu është ai i cili ju ka bërë të dashtun besimin dhe e ka zbukuruar atë në zemrat tuaja. Që do të thotë se nëse ti ndjen për Zotin tënd, edhe ndjen për pejgamberin tënd alayhi salatu wassalam, edhe e sheh veten tënde mirë në besimin tënd, thuaj Allahumma lakal hamd. Një prekje e mëshirës së Allahut azza wa jall është duke ndërhyrë në zemrën tënde. Dhe ti je razi me Zotin tënd. Madje Allahu azza wa jall thotë në Kur'anin famulart se Allahu është ai i cili ju a përmend për të mirë faktin që ju ka bërë besimtar. Thot: "Belillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin." Pra Allahu po ja përmend faktin e udhëzimit drejt këtij besimi, nëse jeni sinqert. Pra nëse e kuptoni, Allah azza wa jall po ju thot: "Unë ju kam udhëzuar në Islam. Unë ju kam hapë zemrat në këtij besimi. Unë ju kam marrë zemrën tuaj me të mirë. Prandaj qëndroni në besë." Dhe subhanallah, Allahu azza wa jall me mëshirën e Tij na i sheh zemrat tona. E me mëshirën e Tij na i udhëzon këto zemra drejt asaj që është më e mira. Si për të thënë që njeriu sado që të veproj, e çado që të veproj, po të mos jetë mërësia dhe bekimi i Allahut azza wa jall ndaj tij, asgjë nuk është. E asgjë nuk mërrin. Prandaj me e falendëruar Allahun azza wa jall ditë natë, që na ka udhëzuar në këtë besim. Se mund të kishim kënë, çfarë mund të kishim kënë? Subhanallah. Sot, nëpërmjet rrjeteve sociale, të gjithë ne kemi mundësi me pa pamje të çuditshme, gati të pabesueshme. Po t'ju kishte thënë dikush pa, kishte me thënë, ore, këto janë egzagjerime. Allah. Subhanallah. Mos me e pa me sy thu, ore, kjo është nuk po egzagjeroni. Ose me pa njerëz në vende të ndryshme të botës, edhe në vende që njihen për civilizim dhe zhvillim. Njerëz që adhurojnë çfarë nuk adhurojnë. Dhe ti thu Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd që më ke bë musliman. Allahumma lakal hamd që më ke udhëzuar drejt këtij besimi. Ku mendja është në rregull, ku natyra është në rregull, ku natyrshmëria e jote si krijesë është në rregull, ku çdo gjë
funksionon siç duhet. Dhe asgjë nuk është paradoksale. Fa Allah Azza wa Jall të ka udhëzuar ty dhe mua drejt këtij besimit. Me thanë Allahumma lakal hamd. Dhe tash që vinë këto muaj të begat, dhe këto muaj të shejt, si muaji i Rexheb, por jo vetëm. Është mundësia më e mirë që muslimani besimtari me reflektu, me u rikthy, se njeriu ka nevojë të dashurit e mi, ka nevojë her pas here me u rikthy në origjinën e tij, me u ripërtri. Ka nevojë me ja rikujtu vetes së tij disa gjëra që edhe i harron, se njeriu harron. Shpejt harron. Dhe rrjedhat e jetës dhe zhvillimet e ndryshme të jetës e bajnë njeriu me harru. Mirë po Allahu subhanahu wa taala na tërheq vëmendjen. Një muaj i shejt, 4 muaj të shejt, një muaj për cilin pejgamberi thot, njerëzit janë të hutuar ndërmjet të Rexhebit edhe Ramazanit, muaj Shaban. Pastaj vjen muaji i mallnueshëm i Ramazanit, pastaj vjen muajt e Haxhit, pastaj vjen muaji i Muharrem dhe kështu njeriu besimtari përpëlitet në mirësitë e Allahut Azza wa Jall, si për t'i thënë Zoti i gjithësisë që ti qëndron në besë, sepse unë të tërheq vëmendjen kur, ku dhe si duhet. Allahu subhanahu wa taala i ka begatu zemrat tona me këtë besim. Na ka falë nëpërmjet tij qetësinë, që shumë kush nuk e ka sot. Na ka falë prehjen. Subhanallah. Sa do i ngarkuar që ti jesh nga dita e jote, e keni vënë re, ti merr abdes, i merr një palë të shtëpi, ulesh edhe bën sa dhikr, Allah, 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 la ilaha illallah, të ngjashme. Edhe thu subhanallah. Isha i ngarkuar sikur mu hap qiella. Ti ulesh me abdes dhe lexon pak Kur'an. Oh, sa shijon ai leximi i Kur'anit në ato momente kur ti ke nevojë për dikë. Në fakt ai dikushi është si ti. Mund të ketë ndoshta edhe shumë më shumë nevojë se sa ti për dikë në krah. Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala thotë, hajde dhe lexo fjalën time. Hajde dhe lexo fjalën time dhe mëshira ime derdhet përmi ty. E mëshira ime të kaplon. Edhe ti qetësohesh, e rehatohesh, edhe qohesh sikur të ishe kariku nga një boshllëk i madh dhe një zymtësi që të kishte kaplu. Kështu të dashur dhe shtrenjtë, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në këtë zemër mirësinë e tij, bekimet e tij, dashninë e tij, frikën. Në shumë momente ti për hir të Allahut Azza wa Jall tërhiqesh dhe thuaj, jo, unë këtë nuk e baj. Sepse unë kam frikë që Allah Azza wa Jall më mpa duke e bërë këtë, dhe unë nuk du që ma të dashtunit me aprish hatrin. Unë nuk du që më u taku nesër me Allahun Azza wa Jall me thanë, robi im, unë që të dash këte dhe këte dhe këte, dhe ti veprove të kundërtën asaj që unë du për tejet, hasha, ti nuk e bën atë. Ti largohesh, distancohesh, dhe kështu e shijon besimin tënd në çdo frymë, në çdo hap, në çdo moment. Në çdo situatë, prej situatave të jetës kalimtare. Qetësi, të cilën Allahu Azza wa Jalla vendos në zemrën tënde edhe në momentet më delikate të jetës. A ka moment më delikat se sa Hazreti Ibrahimi alayhi salatu wasalam kur po hidhet me katapult drejt një zjarri të papërshkrueshëm. Dhe Hazreti Gjibrili alayhi salam që vjen dhe i thotë, a ke diçka nevojë? A ke nevojë më të ndihmu? A ke diçka nevojë? I thotë, jo, nuk kam nevojë për ty. Allah, si vërtet u hedh në zjarr, ai dikush me të pru një këtë gotë në ujë, thu, e tapi më pak. E thotë, jo, s'kam nevojë për ty. Edhe rezultati, ja na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Azza wa Jall i ndryshon natyrën e zjarrit. Zjarri djeg përcullon zharit. Ndërsa për Hazreti Ibrahimin, bardan wa salaman. I freskët edhe i paqët. Allah, me u hedh me katapult në një zjarr të madh dhe me ra në një lulishte të freskët. Allahu Ekber. Pranver. Sepse Allah subhanahu wa taala kur don diçka thot kun feyekun, bëhu dhe bëhet. A kemi unë edhe ju këtë besim në Zotin ton? Në mënyrë që çdo situatë me të cilën përballemi në përditshmërinë tonë të jetë bardan wa salaman, e freskët edhe e paqët. Sado që duket si një zjarr i madh që do të na djeg, do të na zhduk nga faqja e dheut. Besimi. A nuk lexojmë në Kur'anin famlar Hazreti Ismailin? Po Hazreti Ismaili ishte si shumë prej djemve të ri që janë sot në xhamin ton. Allahu i ruaj dhe e begatoft.
I thot babës së tij, kur merr vesh se Allahu Azza wa Jall e ka urdhnuar që Ismailin e vogël ta bëj kurban. Kurban. Jo me i bë hijame. Jo me gërdisht. Kurban. Ja abati fa'al ma tu'mar. E madhe. O baba im, vepro atë që urdhnohesh. E Allah Azza wa Jall që e kërkon këtë prej teje, e din më së miri se duhet për më u bë, edhe un jam gatitur përpara Allahut Azza wa Jall. Se të gjithuni insha Allahu min as-sabirin. Edhe do të jem durimtar, domethënë mos ke gajle. Nuk po të them veproje edhe un kam të ik. Jo, kam durimtar. A nuk e shohim pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, zemra ma besimtare edhe ma e fortë e rasës njerëzore në një moment ma delikati momenteve të jetës së tij dhe të Hazreti Ebu Bekrit. Në një shpellë të vogël, dridhej i miri Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Pejgamberi i thoshte i buzëqeshur, la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u dëshpëro se Allahu është me ne. A keti la tahzan inna Allaha ma'ana në përditshmërinë tënde? A keti një moment kur i thu vetes sane, mos u dëshpëro, mos u thyj se Allahu është me mua, sepse unë jam i sinqert, jam i pastër, jam i ndershëm, jam i drejtë, unë nuk kam dallavere, unë nuk korruptohem, unë nuk merrem me harame, unë nuk bëj zullume, Allahu është me mua. Sepse ti e din shumë mirë se duke ju përgjigjë Allahut Azza wa Jall, in tansurullaha yansurkum, Allahu ju jep triumfin dhe mbarsinë dhe bekimet dhe është me ju edhe në momentet më të vështira të jetës. Përveç se me rahatinë dhe qetësinë e zemrës. Kështu të dashur dhe shtrejt, lexojmë në Kur'anin famlar, inna ma'iya rabbi sayahdin, Allahu është me mua, do të mullzoj. Unë jam në një çorsokak, nuk di nga të shkoj. Unë nuk di si të veproj, më janë ngushtuar rrugët. Risku, problemet e përditshme, situatat, gjendja e çuditshme dhe çoroditja që ka kaplu shoqërinë. Shejtani sa djathtë as majtas i frikson njerëzit me varfënin, me skamjen, me sisteme të degraduara politike, me agenda të çuditshme që duhen me shfaros raset njerëzore, që duhen me shkatërru familjen, që duhen me prish moralin, që duhen me ju varfënu, që duhen me ju pas në dorë. Dhe ata me një mit të vogël, me atë mauzin e vogël me ju komandu si ç'duan. Do t'i thu nga të shkoj. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allahu është me mua, ai do të mullzoj. Wa yamkuruna wa yamkurullah, ata komplotojnë kundër rasës njerëzore. Komplotojnë kundër drejtësisë, kundër ligjit, kundër ekonomisë, kundër zhvillimit, kundër të mirës, kundër familjes, ata komplotojnë dhe punojnë çdo ditë të bindun për Zotin e tyre të rrem, shejtanin e mallkum. Ndërsa ti thu inna ma'iya rabbi sayahdin. Allahu Zoti im është me mua, ai do të mullzoj. Mu nuk më lën Zoti në baltë, nuk na lën Zoti në baltë. Nuk na lën Zoti në baltë, i cili thot në Kur'anin famëlar që Allahu Azza wa Jall nuk do t'i jap triumf dhe mbizotrim pe mohuesve ndaj besimtarëve. Mirë, po a jemi ne besimtarë? Që mos besoj dikush, sado që propagandat e të zezës, e të zizimit të realiteteve tona shqiptare, e mbarë njerëzore, shfaqen me të madhe sot, mos të ketë asnjëri për një dyshim se Allahu Azza wa Jall nuk i lën fe mohimit dhe djallëzimit triumf edhe pushtet edhe mbizotrim ndaj besimtarëve. Mirë, po a jemi ne besimtarë? A jemi ne besimtarë? Dhe për ta përfunduar hutben e kësaj xumaje, jemi të gjithë të ftuar që sidomos në këto kohë dhe në çdo moment të jetës sonë të kujtojmë të parët tanë nga pejgambert e Allahut Azza wa Jall, melekët e tij deri ata melekët e Arshit dhe porosit e shumtat e Kur'anit për të kërkuar falje për njëri tjetrin. Sepse besimtari është në sytë e Allahut. Sepse besimtari është në duat e pejgamberëve të Allahut. Sepse besimtari është në duat e melekëve të Arshit. Sepse besimtari është në duat e zemrës së pastër të çdo besimtari nga lindjen Perëndim. Që do të thotë, lexojmë në Kur'anin famëlar duan e madhe të Hazreti Nuhut alayhi salam, baba i dytë i njerëzimit, çfarë thotë? Rabbi ghfirli, Zoti im më fal mua, wali walidayya, edhe dy prindrit e mi, wali man dakhala bayti mu'mina,
dhe fale këdo që në shtëpinë time ka hyrë duke qenë besimtar. Pra çdo besimtar që shkel pragun e derës time, Allahu më fale. Pastaj thot, walil mu'minina, walil mu'minat, edhe besimtarët. La ilaha illallah. Wala tazidi adh-dhalimina illa tabara. Edhe thot zullumçarëve, jepi shkatrimin. Mirë po lutet për çdo besimtar që hyn në shtëpinë e tij. Por jo vetëm, edhe për çdo besimtar dhe besimtare deri ditën e gjykimit. Edhe unë edhe ju kemi një hise nga duaja Hazreti Nuhut alayhis salam. Prandaj fleni rahat, e punoni rahat, vetë se punoni, të punojmë, aman të punojmë. E mos të flejmë. E mos alajmë hakun e Allahut, e hakun e fesë tonë masdore, apo në plan të dytë, atë të tretë. Kur të kemi pak kohë të lirë. Hazreti Ibrahimi alayhis salam lutet siç e përjetson Allahu azza wa jalla në Kur'anin famlar. Rabbana ighfir li wa li walidayya. Zoti ynë, më fal mua edhe prindrit e mi. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Edhe besimtarët në ditën e gjykimit. E ka urdhnu pejgamberin e tij alayhi salatu wasalam, ju basha kurban me nanë e babë. Do ta mbyll me një dua të mrekullueshme të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Por para kësaj, Allahu azza wa jalla e urdhnon pejgamberin alayhi salatu wasalam, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Pastaj wastaghfir li dhanbika. Kërko falje për gjunahun tënd. Walil mu'minina wal mu'minat. Kërko falje edhe për besimtarët dhe besimtaret. E pejgamberi ka kërku falje për mua dhe për ju? A e dini? Pritni. Allahu subhanahu wa ta'ala na tërheq vëmendjen edhe na thot se melekët e arshit luten për besimtarët dhe besimtarët. Thot në Kur'anin famlar, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Ata melekët që majnë arshin dhe ata që janë përreth tij. Pra melekët pafund, melekët e arshit, por jo vetëm. Çfarë? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, i bëjnë tasbih, e madhërojnë Zotin e tyre, o yu'minuna bihi, duke dëshmuar besimin e tyre, wa yastaghfiruna lilladhina amanu, dhe kërkojnë yastaghfiruna në mënyrë të vazhdueshme. Kërkojnë falje për ata që besuan. Edhe një tash, pasha Allahun, edhe një tash, edhe nesër, edhe mas një viti, deri në kiamet, kush tjetë prej nesh, ata vazhdojnë kërkojnë falje për mu dhe për ju, po për Zotin. E thot Zotin Kur'an. Qa mrekulliet. Po besimtarët. Ne Allahu azza wa jalla na ka urdhëruar me kërku falje për njëri tjetrin. Na përmend ne duke qenë hatër baballarët që nuk i kemi ma. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ata të cilët vinë pas tyre, pra pas baballarëve dhe gjyshërve, katra gjyshërve që nuk janë ma, thonë rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Na fal ne o Zot edhe vëllezërit tanë që na kaluan duke qenë besimtar. E va fal babe, nanën, gjyshin. Edhe vazhdojmë lutemi, e bajmë hak në Kur'anit, e japim sadaka, e bajmë hajj bedele, e bajmë umre bedele. Çfarë nuk bajmë? Për shpirtin e babës, e gjyshit, e nanës, Allah, se besimtarët janë të lidhur me njëri tjetrin. Për fund, ka një dua të mrekullueshme dhe një moment të jashtëzakonshëm në jetën e nanës tonë, të dashur e të shtrenjtë, dietare së madhe, Aisha Siddiqës. Nana e jon thot kështu, siç e transmeton Ibn Hibani në Sahihun e tij. Thot kur e pash që pejgamberi alayhis salam ishte në qef, pra ishte mirë, ishte i buzëqeshur, ishte i gëzum, ishte i mushur me myshde, urtësia e grus, kur dhe si me fol me burrin. Thot i thash ja Rasulullah, ma bën një dua. Subhanallah. Ja Rasulullah, lutu për mua. Lumja nana jon. Ju basha kur bën ati që ka pa duan. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara. Allahumma fali krejt gjunahet e Aishës. Çfarë ka ba të shkumet e të vonumet. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Edhe çdo gjuna e gabim që ka ba fshehtas apo haptas.
katër gjendje. A ka për te këty në katër gjendjeve? Fa dhahikat Aisha. Ajo qeshi, u qesh me të madhe, u gëzu, fluturoj nga gëzimi, aq thot sa kryti i saj i ranë prehen. Pra po rrinte, si thush, kam turqisht për para pejgamberit alayhi salatu wasalam, para burrit të saj. I tha, lutju Allahut për mua. Nga kjo dua qeshi me të madhe dhe i ra kryti i saj në prehen. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, a yesurruki duai? Do thënë, a je gëzu nga duaja jeme? Allah. A i gëzu nga duaja jeme? I tha, ja Rasulullah, si të mos gëzohem? Po që duajt është kjo, bre, subhanallah. Që tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe me këte e përfundoj hutbën e kësaj gjumaje. Tha, wallahi, pasha Allahun, innaha le duai li ummeti fi kulli salat. Pasha Allahun, kjo është duaja ime për ummetin tim në çdo namaz. Dhe me thanë, pejgamberi alayhi salatu wasalam, në çdo namaz, prej namazeve të tia, është lutë, ka thënë, Allahumme, fale ummetin tim. Çfarë kanë bë dhe çfarë do të bëjnë? Çfarë kanë bë haptas dhe çfarë kanë bë fshehtas? Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Edhe thonë pasaj për pejgamberin, zemrën me kurban më bëha për atë. Allahu ju të arsye për katoftë, edhe në bëh për atyre që i kërkojnë falje Allahut, edhe bëjnë gati për muajin e mëndueshëm të Ramazanit, edhe kujtojnë të parët, edhe kujtojnë se janë në një mirësi shumë të madhe, janë në iman, janë në besim. Allahumma lakal hamd, walhamdulillahi rabbil alamin.